Analizë me strukturat, komunikim me qytetarët dhe platforma e rezistencës. Këto janë shtyllët kryesore të fokusit opozitar. Nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Luciano Boçi, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, thotë se do të vijojë në mënyrë paralele komunikimi me qytetarët, por edhe me strukturat. Sipas tij pritet të bëhet analiza e brendshme e situatës në Partinë Demokratike dhe mbi të gjitha, lidhja e ngushtë me strukturat do të vijojë pa u ndalur. Demokratike është në një komunikim themi të formatuar, të riformatuar me strukturat e veta, por edhe me qytetarët. Kemi platformën e rezistencës, sikurse paralelisht do vazhdojmë me analizat dhe me atë parapërgatitjen për një situatë brendshme që është shpallur si pjesë e zgjedhjeve të pjesshme në ato ku ka pasur kryetar të komanduar dhe proceset e komunikimit me strukturën, e lidhjes ngushtë të drejtimit me strukturën do vazhdojnë, jo vetëm këtu në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë. Platforma e rezistencës do të vijojë çdo të hënë, shpreh nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Luciano Boçi. Ai thotë se në Tiranë i bashkohen kësaj nisme edhe qytetarët nga Vlora. Platforma e rezistencës vazhdon dhe këtë të hënë e kemi këtë platformë, ju ftojmë që edhe ju na transmetoni. Vinë demokrat, vetëm kamera nga Vlora s'vin, kështu që ju ftojmë vini ju. Platforma e rezistencës shërben si një formë e proteste dhe komunikimi me qytetarët për të rikthyer opozitës rolin e saj përfaqësues dhe për të krijuar një front të gjerë kundër qeverisë. Kjo lëvizje synon ta zhvendosë betejën politike nga salla e parlamentit në terren me qytetarët për të bashkuar zërin e opozitës me atë të qytetarëve. Paralelisht ka nisur edhe foltoret nga Sali Berisha. Analiza e premtuar nga lideri demokrat nuk do të bëhet vetëm në takimet që ai do të bëjë me degët e Partisë Demokratike, por do të kryhet edhe jashtë syrit të medias dhe publikut. Në një udhëzim të firmosur nga numri 2 i Partisë Demokratike, Flamur Noka, kërkohet analizë në çdo kuti dhe gjetja e përgjegjësve të rezultatit të 11 majit. Në të gjitha degët e Partisë Demokratike do të bëhet procesi analizës së brendshme lidhur me këto zgjedhje, duke u përcaktuar disa objektiva të rëndësishme që do të analizohen nga demokratët.